të rinja fuqia të ardhmës, të rinj duhet mbështetur. Krijimi i mjediseve të dedikuar për të rinjt, hartimi politikave miqësore për të motivuar të rinjt të angazhohen në aktivitete kulturore, sportive dhe argëtuese, do të përmirësonte qeverisjen vendore dhe do të nxjiste të rinjt të qëndrojnë ose të kthehen në vendlindje dhe të punojnë dhe të kontribuojnë në fuqizimin e komuniteteve të tyre. Një qendër rinore në qytetin tonë do të ishte diçka shumë pozitive për të rinjt. Nuk mund dhe nuk duhet që aktiviteti ynë kryesor të jetë media sociale. Brezat e rinj sot kanë nevojë për shkëmbimin e ideve dhe zhvillimin e aktiviteteve kulturore, sportive, rinore, të cilat ndikojnë në rritjen e njohurive dhe forcimin e miqësive, çfarë do të mundsojë nga një qendër rinore funksionale. Të avokosh për të drejtat e tua, nevojat dhe dëshirat e tua është nga aktivitetet më të bukura dhe të rëndësishme të rinjve. Koha e shpenzuar në këto angazhime ku të rinjt nuk janë spektator, por aktor të ndryshimit për mua është diçka e jashtëzakonshme. Nuk ka më bukur se sa kur ti ndikon në shtrimin e rrugës për të ardhmen tënde në vendlinjen tënde. Ne jemi të rinj dhe ne jemi ata që nuk duhet të rinë pasiv kur bashkëmoshatarët, të afërmit apo komuniteti ka nevojë. Demokracia nuk është abstrakte. Demokracia jemi ne, të rinj, komuniteti, aktivistët të cilët kanë zgjedhur të çojnë përpara nisma që do të sjellin ndryshim. Zëri të rinjve duhet të dëgjohet nga të zgjedhurit vendor. Ne kemi zgjedhur që të ngrijmë zërin dhe ushtrojmë të drejtën tonë për të ndryshuar situatën. Krijimi i një qendre rinore është parësore, sepse të rinjt kanë nevojë sot të shoqërohen, mësojnë bashkë dhe ndërveprojnë. Modeli për ta bërë këtë është e qendra rinore, e cila nuk është vetëm një godinë, një mjedis, por një mundësi dhe hapësirë ku secili prej nesh jep më të mirën e vet, ku ne krijojmë kujtime për vendlindjen dhe rinin tonë.